Spektakli i radhës në Big Brother VIP Albania 4 solli një moment të jetë emocional kur këngëtarja dhe aktoria Rozana Radi ndau me publikun linjën e jetës së saj. Në një rrëfim prekës, ajo foli për sfidat e mëdha me të cilat është përballur, përfshirë humbjen e prindërve në moshë shumë të re, si dhe përpjekjet e saj të vazhdueshme për t'u bërë nënë, të cilat deri më tani nuk kanë pasur sukses. Rozana tregoi se ka patur më shumë se 2 shtatzani të dështuara dhe për këtë arsye, para se të hynte në Big Brother VIP 4, vendosi t'i jepte lirinë partnerit të saj, duke u shprehur se nuk mund ta mbante peng për pamundësinë e durimit të një trashëgimtari. Ajo pranoi se e ka marrë këtë vendim pa e informuar partnerin, por surpriza e madhe erdhi nga prezantuesi Ledion Liço, i cili lexoi një mesazh të ndjerë të dërguar nga partneri i saj. Rozi, në marrëdhënien tonë, ti më mund të bindshë me fjalët, por sot më takon mua të shkruaj, edhe pse nuk është sporti im. Do ta përmbledh shkurt që të limitoj sa më shumë dëmet. Mos të shkruaja do të thoshte të braktisja, tani që je mirë, imagjino pastaj në të keq. Ti ke instinkt guximtari dhe për çfarë të bësh, s'ke pasur kur nevojë të pyesësh njeri. Ti e di përgjigjen më mirë se gjithkush. Fati i ndihmon guximtarët. Ne kemi mbështetur pa kushte njëri tjetrin dhe do të jetë gjithmonë kështu. Shënim, shihemi pas festës. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.